Përshëndetje. Shumë njerëz kanë pasur një fëmijëri të trazuar ose të palumtur dhe kanë pritur me padurim rritjen. Dëshira për të gjetur dashuri, vlerësim dhe siguri te partneri bëhet e fortë ndonjëherë dhe obsesive. Por hija e së kaluarës shpesh është aq e gjatë sa ndikon edhe në marrëdhëniet tona romantike. Traumat e hershme nuk zhduken vetë. Ajo bartet në mënyrën se si ne duam, si lidhemi, si reagojmë dhe si zgjedhim partnerët tanë. Ç'është çrregullimi i kompleksit të stresit post-traumatik? Çrregullimi kompleks i stresit post-traumatik lind nga ekspozimi kronik ndaj traumës emocionale, fizike ose psikologjike, veçanërisht gjatë fëmijërisë kur truri dhe personaliteti janë ende në zhvillim. Ndryshe nga çrregullimet post-traumatike, e cila lidhet me një ngjarje të vetme traumatike, çrregullimet e stresit post-traumatik është rezultat i traumave të përsëritura dhe të zgjatura, zakonisht në situata ku fëmia nuk mund të largojë ose të gjente siguri. Këto përvoja të hershme formojnë mënyrën tonë të lidhjes emocionale. Fëmijëria nuk është vetëm një periudhë e jetës. Ajo është baza e modeleve tona psikologjike si të rritur. Nëse fëmijëria ka qenë e mbushur me neglizhencë, abuzim ose kaos, plagët emocionale nuk zhduken kur mbushin 18 vjeç. Ato kthehen në prirje dhe mekanizma mbrojtës që ndikojnë në dashurinë tonë. Po si ndikon trauma e fëmijërisë në marrëdhënie? E para, frika nga braktisja. Nëse një prind ose kujdestar ka qenë emocionalisht i largët, mund të zhvillojmë një frikë të tillë për t'u lënë pasdore. Kjo përkthehet në marrëdhënie si ankth, mendim i tepërt, kërkesë për siguri të vazhdueshme ose sjellje ngjitëse. Dhe vonesa e një mesazhi mund të perceptohet dhe si rrezik. Në vend që ta shohim situatën objektivisht, truri ynë i traumatizuar aktivizon alarmet e mbijetesës. E dyta është shmangja e intimitetit. Disa njerëz shkojnë në skajin tjetër. Nëse si fëmijë nuk kemi mundur të mbështetemi tek kujdestari për siguri emocionale, mund të zhvillojmë një zakon për t'i mbajtur njerëzit larg. Intimiteti duket i rrezikshëm, kështu që shmangim hapjen, bisedat e thella ose lidhjet e forta. Nuk është mungesë dashurie, por frikë nga zhgënjimi. Ky stil shmangës është po aq sabotues sa dhe ankthi. E treta është tendenca për të kënaqur të tjerët. Fëmijët që mësojnë se dashuria duhet fituar duke qenë i mirë apo duke mos kundërshtuar, shpesh rriten si të rritur që nuk dinë të vendosin kufi. Ata kërkojnë falje dhe kur nuk është e nevojshme, sakrifikojnë nevojat e tyre për të shmangur konfliktin dhe bëhen përgjegjës për emocionet të tjerëve. Kjo sjell një dinamik të pabalancuar të çiftit dhe ndjenja kronike lodhjeje. E katërta, përpjestimi i modeleve toksike. Shumë prej nesh tërhiqen nga partnerët që u ngjajnë prindërve tanë. Kjo ndodh sepse truri ka mësuar të ngatrojë dhimbjen me dashurinë. Nëse kemi pasur një baba kontrollues, mund t'ju tërheqim partnerët dominues. Nëse nëna ka qenë kritike dhe e fortë, mund të ndjeni të rehatshëm me dikë që ju ofron mbështetje emocionale. Në këtë mënyrë, trauma përsëritet. Për këtë kam bërë dhe video të tjera në kanalin tim. Ju lutem shikojeni se si zgjedhin partnerët tanë. E pesta, limirenca dhe varësia nga dashuria. Disa persona me stres ankthi post-traumatik nuk kërkojnë thjesht dashuri, por fiksim. Ata zhvillojnë limerencë, një obsesion intensiv për dikë që shpesh është i paarritshëm. Kjo ngatron intensitetin me intimitetin. Ata mund të ndjekin marrëdhënie të pabalancuara ose toksike, jo nga pasioni vërtet, por nga nevoja për të qetësuar plagët e hershme. Nga vetëdia tek veprimi.
e mira është që këto modele mund të ndërpriten dhe stresi post-traumatik nuk është një dënim i përjetshëm, por një gjendje që mund të menaxhohet dhe shërohet. E para, vini re ciklin e përsëritjes. Hapi parë është vetdia, vëzhgoni reagimet tuaja në marrëdhënie. A ndjeni të shqetësuar kur partneri tërhiqet? A shmangni afërsinë? Identifikimi i modelit është fillimi i çlirimit prej tij. E dyta, kujdesuni për fëmijën e brendshëm. Fëmia i brendshëm nuk zhduket, ai ende kërkon dashuri, siguri dhe inkurajim. Imagjinoni çfarë ju mungonte si fëmijë dhe filloni të afroni vetes tani. Butësi, respekt, kohë për veten. Riprindërojeni veten. Bëhuni personi që ju duhej atëherë. Për fat, unë kam përkthyer një libër, Si të punoni me veten, të doktoresh Laperës, i cili ndodhet në gjuhën shqip, si në Shqipëri, në Kosovë, mund ta gjeni, edhe vetë mund të mundoheni të punoni, por është pak e vështirë, do të thosha që me një psikolog mund të punoni bashk për t'i arritur qëllimit. Merreni atë libër se do t'ju ndihmoj. E treta, vendosni kufi të fortë. Plagët e fëmirisë shpesh na bëjnë të cënushëm ndaj shfrytëzimit emocional. Kufit janë shenjë vetë vlerësimi. Mësoni të thoni jo pa faj, të mos e merrni përsipër dramën e të tjerëve dhe të ruani hapësirën tuaj emocionale. E katërta, terapia e specializuar. Shumë plagë janë tepër të thella për të shëruar vetëm. Terapitë e bazuara në traumë, terapia e EMDR, terapia e lidhjes ose grupet mbështetëse mund të ndihmojnë të dekodoni modelet tuaja dhe t'i transformoni. Nëse terapia nuk është e mundur, përdorni ditar, libra dhe biseda komplimente me njerëz të sigurt. E pesta, bëni zgjidhje ndryshe, jo perfeksioni. Shërimi nuk do të thotë të mos ndjeni mëdhimbje, por të keni mjetet dhe vetëdijen për të reaguar ndryshe. Dhe nëse takon partner të padisponueshëm, do të mësoni të mos i ndiqni. Do të zgjidhni dashurinë mbi frikën, transparencën mbi mbylljen. Shpresa dhe realiteti. Fëmiria jonë e pakënaqur mund të ndikojë në mendimet, emocionet dhe zgjidhjet tona, por nuk duhet të diktoj jetën tonë. Shërimi i stresit post-traumatik është një proces i gjatë dhe kërkon përkushtim. Sa më shumë vetëdije të kemi, aq më shëndetshme bëhet marrëdhënia jonë. Marrëdhënia më e rëndësishme është ajo që kemi me veten, nga ajo që varen të gjitha të tjerat. Ne nuk mund të zgjedhim të kaluarën tonë, por mund të zgjedhim reagimin tonë sot. Mund të mësojmë të krijojmë marrëdhënie të bazuara në siguri, respekt dhe dashuri reale. Do të thosha se stresi post-traumatik dhe traumat e fëmirisë nuk janë një etik për të turpëruar, por një thirrje për vetdije dhe shërim. Duke kuptuar modelet tona, duke ushqyer fëmijën e brendshëm dhe duke vendosur kufi, ne mund të çlirohemi nga ciklet e së kaluarës dhe të ndërtojmë një jetë emocionale të qëndrueshme. Dashuria e vërtet fillon kur nuk e ndëshkojmë më veten për atë që na ndodhi në fëmijëri. Fillon kur ndalojmë së përsërituri traumën tonë dhe fillojmë të zgjedhim ndryshe. Kjo është rruga drejt marrëdhënieve të shëndetshme, me vetdije, shërimi dhe veprim të qëndrueshëm. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshim.